24 marsi i vitit 1999 shënon fillimin e sulmeve ajrore të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, e njohur gjerësisht si NATO, të cilat u kryen ndaj caqeve serbe. Në mbrëmjen e 24 marsit 1999, avionët luftarak të NATO-s i hodhën bombat e para mbi forcat serbe, të cilat po kryenin krime makabre ndaj popullsisë në Kosovë. Bombardimet e Aleancës Ushtarake Perëndimore ndaj Jugosllavisë nisën pas dështimit të negociatave të vitit 1999 për zgjidhjen e konfliktit në Kosovë, teksa pala serbe refuzoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për paqe në Rambuje. Bombardimet e NATO-s zgjatën 78 ditë dhe u ndërprerën më 10 qershor 1999 me miratimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që parashihte administrimin e Kosovës nga një misioni OKB-s. Ndërhyrja e NATO-s në luftën e fundit të Kosovës bëri të mundur rikthimin e më shumë se 800.000 refugjatëve në shtëpitë e tyre. Pas një lufte teje të gjatë, ndonse me shumë jetë të humbura, Kosova doli fitimtare ku vite më vonë, më 17 shkurt 2008, ajo shpalli pavarësinë e saj. Ndërhyrja e NATO-s shënonte rikthimin dhe rimëkëmbjen e shqiptarëve të Kosovës, duke i ndihmuar në kohën që u desht më së shumti.